Përshëndetje, unë jam profesor Berat Dahari nga Gjimnazi 7 Marsi Tetov, profesor i sportit dhe aktiviteteve sportive. Sot kemi për të biseduar për një temë shumë të rëndësishme që titullohet rritja e aftësive psikomotorike, por së pari desha që të kyqemi në psikomotorik në veçanti, të shpjegojmë për psikomotorikën dhe më pas të zhytemi në rritjen e aftësive psikomotorike, sepse pa aftësitë psikomotorike nuk mund të funksionojë sporti dhe aktivitetet sportive. Si për fillim kemi psikomotorika. Çfarë është psikomotorika? Psikomotorika është disiplinë shkencore që studion zhvillimin transformues themelor të dimensioneve antropologjike përmes aktiviteteve motorike lëvizore. Fjala psikomotorik është e formuar nga fjalët greke psyche, që do me thënë mendje, dhe motorius nga latinishtja apo motus lëvizje, që nënkupton forcë lëvizëse, që si nocion i karakterizon lëvizjet në përbërjen e të rësishëm të njerit. Si titull të dytë kemi vendosur aktivitetin motorik. Aktiviteti motorik ka të bëjë që nga fëmia posa lind fillon me reaksione të lëvizjeve, ndërsa i rrituri zbaton në jetën aktiviteteve motorike të lloj-llojshme strukturore duke i falëndëruar lëvizjeve që ekzekutohen me forcë. Në vazhdim do të emërtohen dhe definohen format themelore të lëvizjeve, të cilat janë në funksion të caktuar të transformimit. Do fillojmë nga lëvizja se çka quhet lëvizje. Kalimi i trupit të njerit apo gjymtyrëve të tij nga një pozicion në tjetrin quhet lëvizje, ndërsa ecje quhet zhvendosja e trupit të njerit vertikalisht para, e kundërta e saj është sprapsja, që quhet zhvendosja e trupit të njerit vertikalisht prapa. Zvaritja është zhvendosja e trupit horizontalisht para, prapa, majtas apo djathtas, ndërsa ngritja është zhvendosja e trupit nga ana poshtë lart me ndihmën e duarve, ndërsa e kundërta është zbritja, zhvendosja e trupit të njerit nga lart poshtë me ndihmën e gravitetit të tokës dhe forcës së njerit. Kacavarja është zhvendosja e trupit nga poshtë lart ose dhe horizontalisht nga para ose prapa me ndihmën e këmbëve dhe duarve. Kërcimi, sa i përket kërcimit, është kalimi i trupit nga një pozicion në tjetrin duke patur një çast ose moment fluturimi. Si për shembull kemi kërcim së larti, kërcim së gjati, pukthi me shkop e të tjerë. Kapërcimi është kalimi i trupit, gjëgjësisht kapërcimi i veglës me trup me mbështetje ose pa mbështetje. Një temë tjetër e cila është e vendosur është shumë e rëndësishme për aftësinë dhe rritjen e aftësive psikomotorike janë relacionet e aftësive motorike dhe ato intelektuale. Relacionet e aftësive motorike dhe ato intelektuale i kanë ulumtuar shumë shkencëtarë. Ulumtimet e deri më tanishme tregojnë se vlerësimin e përgjithshëm në mes inteligjencës së njerit dhe ekzekutimit të lëvizjeve elementare motorike ekziston korelacion i ulët, ndërsa në mes të lëvizjeve të komplikuara dhe inteligjencës korelacioni është shumë më i lartë. Vazhdojmë me aftësitë motorike. Aftësitë motorike të njerit dhe sot e kësaj dite janë problematike dhe kërkojnë një studim serioz. Ekzistojnë shumë mendime, teori dhe definicione lidhur me aftësitë motorike. Si në ndarje të cilët karakterizohen si aftësi motorike janë koordinimi, forca, shpejtësia, fleksibiliteti dhe qëndrueshmëria. Kemi edhe të tjera, por ne do të fillojmë nga e para që t'i shpjegojmë një nga një. Koordinimi. Të gjithë autorët, respektivisht shumica prej tyre pajtohen me definicionin e koordinimit, se kjo aftësi i përgjigjet kryesisht lëvizjeve të përbëra komplekse. Me këtë aftësi nënkuptojmë aftësitë motorike të njerit për të kryer lëvizje komplekse. Koordinimi motorik është i kushtzuar nga funksionimi i sistemit nervor dhe sistemit muskulor, lëvizor. Për koordinimin motorik mund të thuhet se qëndron një marrëdhënie korrelative me inteligjencën, me që rast emërtohet edhe si inteligjencë motorike. Vazhdojmë me forcën. Forca është lëvizje e njerit që paraqet element të aktiviteteve motorike që
mund të thuhet se është për kontrakcion të forcës muskulare, e cila në praktik shpeshherë emërtohet gabimisht si fuqi. Nënkuptohet në mungesë të njohjes teorike të problemit, por definicioni adekuat për forcën është aftësia e sistemit nervor të muskujve përmes inovacionit dhe proceseve metabolike me kontraktime muskulare për të kryer rezistencë, punën koncentrike. Kjo është definicioni i forcës. Vazhdojmë me shpejtësinë. Shpejtësia është aftësi motorike e njeriut për ekzekutimin e lëvizjes me shpejtësi ose frekuenca maksimale. Shpejtësia është ajo madhësi fizike që tregon distancën që njëri trup që përshkon në njësinë e kohës. Shpejtësia është veçori themelore e lëvizjes. Me shpejtësi bëhet përshkrimi i vetive të lëvizjes së trupit. Vazhdojmë me fleksibilitetin, që është aftësi motorike e njeriut për ekzekutimin e lëvizjeve me amplituda maksimale. Fleksibiliteti ndahet në aktiv dhe pasiv. Fleksibiliteti aktiv është aftësi motorike e posedimit të amplitudave lëvizore ose lëvizshmëri maksimale, kurse ai pasiv është aftësi motorike për të arritur amplituda lëvizshmëri maksimale por me ndihmën e forcave të jashtme. Dhe në fund kemi qëndrueshmërinë, që nuk ekziston si aftësi motorike e veçantë. Ajo që quajmë qëndrueshmëri në realitet është kombinim i madh i faktoreve dhe proceseve të ndryshme kimike që mundësojnë të qëndrojnë njeriut nivelit të ngarkesës ose zgjatjes së caktuar të ngarkesës. Por si definicion mund të themi se qëndrueshmëria është aftësi e njeriut për t'ju kundërvënë lodhjes. Siç e shihni në fotografinë që kemi vendosur në ekran, një ciklist që bën një kundërvënie të lodhjes dhe duket qartë se çfarë kundërvënie bën ciklisti në fotografinë e vënë në ekran. Dhe tash do të qasemi, siç thamë edhe më parë, për rritjen e aftësive psikomotorike. Kemi marrë si shembull një lojtar të basketbollit që ka vështirësi në arritjen e shpejtësisë së dëshiruar dhe arritjen e trajektores rënëse të gjuajtjes. Vëzhgimi i Jon për disa përpjekje të tij tregon se sportisti keq është i pozicionuar në gjuajtje. Në fotografinë e vendosur mund ta shihni se ai duke lëvizur nuk është i pozicionuar mirë dhe trajektoren rënëse e ka të gabuar. Dhe kështu që mund ta kuptojmë se realizimi do të jetë i dobët. Vazhdojmë përsëri me rritjen e aftësive psikomotorike, por tash mënyra dominante e intervenimit gjatë të mësuarit të shkatësive psikomotorike janë informacionet kthyese verbale. Kur dikush kryen ndonjë lëvizje, informacioni për rezultatin është menjëherë në dispozicion. Ky informacion është informacioni kthyes intrinzik i brendshëm. Domethënë, lloj tjetër i informacionit kthyes është informacioni jashtëm. Ai vjen nga burimet e jashtme pasi që përfundon lëvizjen. Informacioni kthyes ka 3 funksione kryesore për të ndihmuar njerëzit në përmirësimin e performancës së tyre, si informacion, përforcim dhe motivim. Funksioni informativ i informacionit kthyes është i rëndësishëm gjatë dhënies së instruksioneve ushtruese për atë se si të korrigjohen gabimet e lëvizjes. Ushtruesit e përdorin funksionet informative që të planifikojnë lëvizjet e ardhshme në procesin e mësimit të lëvizjes. Në fotografinë e vendosur kemi një trajner famshëm, Rafa Benitez të futbollit, që na tregon se si duhet t'i korrigjojmë gabimet e lëvizjes që janë në fushë dhe të planifikojmë, domethënë, lëvizjet e ardhshme në procesin e mësimit që është duke treguar në fotografi. Vazhdojmë me një temë tjetër që është shumë e rëndësishme për rritjen e aftësive psikomotorike, që quhet inkurajimi. Detyra e dytë e informacionit kthyes në përmirësimin e aftësive psikomotorike është inkurajimi, i cili mund të jetë pozitiv duke ndihmuar në përmirësimin e teknikës ose negative që të
shkaktoj frekuencën e lëvizje të padëshiruar. Në fotografinë e vendosur kemi dy versione ku në versionin e parë trajneri qorton ushtruesit apo lojtarin e vet dhe më pas ai inkurajon për gabimet e bëra sepse inkurajimi është një nga veçoritë e veçanta për të përmirësuar gabimet e bëra në fushë. Motivimi është funksioni i tretë i informacionit kthyes, është i ngjashëm me inkurajimin, por ai funksion në dhënien e motivimit gjatë përmirësimit të aftësive. Shumë psikologë thonë se ky tip i informacionit kthyes është i rëndësishëm dhe primar. Ushtruesi duhet të sigurojë informacion kthyes pozitiv duke theksuar frazën "unë mundem" te secili kandidat lojtar apo nxënës. Psikologët kanë treguar se ushtruesit e mirë sigurojnë një pjesë të madhe të informacionit kthyes pozitiv. Në fotografinë e vendosur që e kemi vendosur në ekran, kemi një trajner të basketbollit ku në time out bën një motivim të veçantë për gabimet që janë bërë në fushë dhe të kthehen në atë fjalë që tham në frazën "unë mundem" dhe të përmirësojnë ata gabime që i kanë bërë në fushë. Vazhdojmë me një temë e cila na tregon për klasifikimi i informacionit kthyes. Kemi dy klasifikime kryesore të informacionit kthyes përdoren në hulumtimin e shkallësive motorike që analisti të kuptojë informacionin kthyes adekuat si intervenim. Ndërsa informacioni kthyes mund të klasifikohet si njohuri për rezultatin ose si njohuri për performancën. Tash kemi edhe një temë e cila thot për parimet për dhënien e informacionit kthyes. Mendoni më shumë me informacionin kthyes, sepse analizat që bëhen duhen të jenë të bazuara në informacionet e grumbulluara nga performanca në ndeshje apo në stërvitje. Duhet të jeni shumë korrekt që informacioni kthyes të udhëheq ushtruesin në sesionin e ardhshëm të stërvitjes, ai duhet të jetë sa më shumë preciz. Do me thënë, si e treta mund të themi se jepni shpejt informacionin kthyes, sepse korrigjimet e trajnerit ose informacionet kthyese duhet të jepen sa më shpejt që është e mundur për të pas performancë të duhur, pasi informacioni njëjtë duhet të shfrytëzohet për planifikimin e ushtrimit të ardhshëm. Duhet të jeni shumë pozitiv. Informacioni kthyes më efektiv duhet të jetë me konotacion pozitiv. Përdorni fjalë ose fraza, sepse profesionistët mund të mbajnë në mend ose mund të më mirë ti përdorin informacionet gjatë stërvitjes nëse ato janë të prezantuara me sinjale të qarta, fjalë sinjalizuese ose fraza. Si e treta mund të përdorni qasje të ndryshme. Profesionistët gjithashtu duhet të kenë modele të ndryshme që të komunikojnë në mënyra të ndryshme për të siguruar informacion, qofshin ato vizuale apo të zakonshme. Tash kemi edhe një temë e cila na ndihmon shumë për rritjen e aftësive psikomotorike, që është rritja e aftësisë jashtë nga informacionet tradicionale kthyese. Ekzistojnë trije gjatë komunikimit jashtë nga informata tradicionale kthyese për sigurimin e intervenimit për përmirësimin e aftësive psikomotorike. Këtu kemi mësuesit, trajnerët dhe mjekët që i përdorin në mënyrë efektive në të gjitha llojet e mjedisit këto lloj të intervenimit. Përdorimi i modeleve vizuale. Demonstrimet nga ana e instruktorit mund të jenë efektive për shkak se shumë njerëz përdorin mënyrë vizuale të mësuar. Egzagjerimi ose kompenzimi i theksuar, memoria e muskujve që është e nevojshme për të mësuar ndonjë lëvizje është gjithashtu edhe pengesa më e madhe gjatë krijimit të ndryshimit në lëvizje. Egzagjerimi ose kompenzimi i theksuar mund të përdoret gjatë korrigjimit të shpeshtë të gjuajtjes në basketbol, futboll dhe në sportet të tjera, të gjitha mund t'i përmendim aty. Dhe si e treta mund të themi për modifikimin e stërvitjes, një opsion që shpesh është i lënë pas dore nga profesionistët, është i
është ndryshimi i stërvitjes si intervenim për të përmirësuar performancën. Kjo është si një këshill nga ana ime. Vazhdojmë me udhëheqjen manuale dhe mekanike. Mësuesi fizikisht e lëviz ose e mban trupin e ushtruesit në një pozitë të caktuar që ta ofrojë sportistin drejt performancës së duhur, dhe kjo quhet udhëheqje manuale, ndërsa përdorimi i ndonjë pajisjeje mekanike për të kryer të njëjtën ushtrim quhet udhëheqje mekanike. Besoj se isha i qartë në udhëheqjen manuale dhe mekanike. Kemi edhe sinjale për vëmendje. Shenjat për vëmendje janë në lidhje me aftësinë e nxënësit për ta drejtuar veten e tyre nëpërmjet lëvizjeve me fjalë, shenja specifike e të tjerë. Si përfundim, kemi të vëjmë sepse historia e ka pasur të hulumtuar të bëj hulumtimin e informacionit kthyes, propozon se informacioni kthyes dhe mënyra e manipulimit të tij me metoda të veçanta, si dhe ndryshimi në rutinën stërvitore, garanton përmirësimin e aftësive psikomotorike. Vërejtje tjetër për ata që duan ta përmirësojnë performancën është përdorimi i teknikës që është larg nga informacioni kthyes apo verbal. Ndryshimet të thjeshta në mjedisin mund të kontribuojnë në efektivitetin e intervenimit. Besoj se ishit të kënaqur nga ligjërata e sotshme që përfunduam për sot. Ju falenderoj të gjithëve.